ja kom dhonë besën, thot, babës që trupin tem, ka me pa veç urën të cilin aj ma bën për hajrë. Çështja e moralit, e she ashiqare na jemi dëshmitar të kohës kur në njëherë tash po më kujtohet një ngjarje që ndoshta nuk e kam përmend kurrë, po që Zoti më frymëzoi tash për ma sjellin kujtesë. Ekskluzive ndoshta. Është ekskluzive. Isha duke shku në medresën e mesme Laudin, edhe gjatë rrugës ndodh një aksident, njëri e godet të stacioni autobusave, isha do të thotë në Mitrovic, hypsha në autobus edhe shkojsha në atë kohë si nxënës i medresës, edhe godet një vajzë me kerr. Edhe në gjendje shumë të lahtarshme, edhe i ndihmojmë na kush qëllojmë kalimtar të rastit, e di që kur i ka ardhur vedia, thot pasha Allahin, mos lejoni më zhvesh të mjekët, sepse në atë kohë spitali në veriu në Mitrovicës nuk ishte me shqiptarë mjek. Ja kom dhonë besën, thot, babës që trupin tem ka me pa veç urën të cilin aj ma bën për hajrë. Kjo është tash më kujtu, subhanallah, sa vajzat tona që morali tyre ka qenë pjedestal, se dilin nga një edukat e madhe e nanave dhe lokeve tona. Allah shpërblet. Ajo dashni për të sakrifiku, për të rujt moralin, se joshit kanë qenë të mdhaja për i pushtetit. Madje kemi na shumë edhe gjatë aradhëve të UÇK-s, plot vëllezër tonë, shokët tonë, kanë humbi jetën me i mbrojt moralin, e bijave dhe nanave tona që kanë tentu ata gjakpers me na i dhunu.